Konfirmohet viktima e dytë nga gripi i derrit në Shqipëri. Bëhet fjalë për një pacient 86 vjeçar, i cili ka ndëruar jetë ditën e shtunë në shërbimin infektiv të qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Sipas raportit zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë, i moshuari shfaqi probleme me zemrën dhe frymëmarrjen. Numri të prekurve nga gripi i derrit ka ardhur në rritje gjatë fundjavës, duke shënuar 5 raste të reja. Instituti i Shëndetit Publik ka analizuar deri më tani 486 mostra të dyshuara, 36 prej të cilave kanë rezultuar pozitive për gripin sezonal dhe 41 janë të prekurit me gripin e derrit. Mjekët infeksionistë bëjnë apel për kujdes pasi karakteristike e këtij virusi është agresiviteti dhe shpejtësia e përparimit të sëmundjes. Ka një karakteristikë që ajo po e bën dhe po themin si më të frikshëm situatën, është sepse ky virus ka karakteristikë që përparon shumë shpejt, duke dhënë komplikacione pulmonare. Si shenjë karakteristike do duhet që të jetë temperatura, pra ka një temperaturë të lartë. Format e rënda të këtij virusi sipas specialistëve shfaqen tek grupet në risk ose personat me sëmundje kronike. Në këtë grup përfshihen fëmijët nën 2 vjeç, përfshihen gratë shtatzan, përfshihen cëmurët kardiak kronik, përfshihen cëmurët pulmonar kronik, përfshihen diabetikët dhe është një grup janë personat obez, personat e shëndosh. Përdorimi i preparateve antiviral tek të gjithë personat e riskuar është një masë mbrojtëse efikase sipas mjekëve. Ne në klinikën tonë nuk është se presim përgjigjen e ekzaminimit, që kemi të bëjmë grip apo nuk kemi të bëjmë me këtë grip për të ofruar mjekimin specifik. Mjekimi specifik pra me Tamiflu do duhet të ofrohet gjithë personave. Nga raportimet e Ministrisë së Shëndetësisë deri më sot janë shpërndarë në të gjithë spitalet rajonale dhe universitare në vend 15.600 tableta Tamiflu, ndërsa në Institutin e Shëndetit Publik ka një gjendje prej mbi 70.000 tabletash.